Sot Edi Rama është takuar me kryeministin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Për kë nuk e di, Netanyahu është i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza nga gjykata penale ndërkombëtare. Që prej vitit 2003, Republika e Shqipërisë ka ratifikuar Traktatin e Romës dhe njeh jurisdiksionin e kësaj gjykate. Kështu që sikur ky takim të mos zhvillohej në Izrael, por në Republikën e Shqipërisë, Shqipëria do të kishte detyrimin ligjor, jo vetëm ndërkombëtar, por përpasoj edhe kombëtar, që ta dorëzonte Benjamin Netanyahun përpara institucionit të gjykatës penale ndërkombëtare. Interesat gjeopolitika mund të kundërshtojë dikush nga ju. Mirë, po një shtet nuk ka vetëm interesa, po ka edhe dinjitet dhe reputacion në marrëdhëniet ndërkombëtare. Dhe kur humb dinjitetin dhe reputacionin, nuk e ke për gjë pastaj të shkelësh edhe interesat kombëtare, siç kjo qeveri ka bërë rëndom vitet e fundit. Sot është një ditë ku Edi Rama na bën me turp të gjithëve.